kjo gjuhë që kemi ne sot, sipas studimeve të mia, ka qenë një gjuhë e madhe, ka qenë gjuha e përbashkët e para antikitetit, e folur në një gjeografi shumë të madhe, do të thotë në veriun e Afrikës, në detin e Zin, detin Kaspik dhe këtu. Pastaj në Europë, me lindjen e alfabeteve, shumë një pjesë të ndryshme të popullsisë morën alfabetet të cunguara. E vetmja pjesë e popullsisë dhe gjeografi e cila nuk e ndryshoi alfabetin, jemi ne që flasim shqip. Dhe dalja e alfabeteve, lindja e shkrimit, ne dim se shpesh është shkruar nga e djatha në të majt në fillim, pastaj është përdorur shkruaj nga e djatha në të majt dhe kthehesh në formë zigzake, nga e majta në të djathtë dhe përkundër ky quhet shkrim bustostrofik dhe njihet. Shkrimi i fjalëve, shpesh disa fjalë tingëllonin më mirë të kthyera së prapi dhe kjo quhet anagram, që njihet në gjuhësi.